صلوا على رسولنا محمد، صلوا على طبيب قلوبنا محمد، صلوا على خير خلق الله نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، واكرم حبيبه ولم يخالف سبيله وسنه. اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واجعلنا من عبادك الصالحين، واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صلوات الله وسلامه على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وأكرم حبيبه ولم يخالف سبيله وسنه. يقول الله تبارك وتعالى من محكم كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. قال الله تبارك وتعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم كما قال. تندروا على الكفار والصدار قولي تقبل الله تبارك وتعالى كما تقول الزيد الله جزيل المسلمين. Ka disa çështje që për ne janë privilegj, edhe ka disa gjëra që jemi të privilegjuar. Në sisteme të privilegjit dhe të privilegjuar, për të dhja ka hajër. Është privilegj disa njerëz që Allah i ka zgjedhur të kenë kohën e pejgamberit të jetojnë në Rasulullah. Edhe ne si pasë privilegj që kemi. Disa të që kanë qenë në kohën e pejgamberit nuk kanë qenë të privilegjuar, dhe kanë qenë të privuar që mund jenë musliman. Këtë jetën kanë jetuar në kohën e Rasulullah, por nuk e pranuan. E pa pejgamberin. E ditën atë kush është, por nuk u bë musliman. Nga ajo që nuk u bë musliman, sa Allah të mënshaj, kushtarit besoj, Zoti ka dhënë të gjithë njeriu dhe ka njeriu logjikën e ndimit, e lirë, dhe të shohët të mirë dhe të keqe. Dhe ato të cilët udhëzohen në udhëzimin e Allahut te bareke ve teala, ato janë larg kufrave të shejtanit. Edhe nëse je në umrën e shejtanit ka lejë, ti mund të jesh në mesin e dietarëve, por s'kesh dietar. Ti mund të jesh në mesin e muslimanëve më të mirë, por nuk mund të jesh musliman i mirë. Ka të njëri që nuk i ka vizituar vetën të shenjta, por tek Allahu do të vitet shumë lart. Ka dikush që mund të vizitonë në vetën të shenjta, por nuk ndryshon. Unë shpesh e rekomandoj, edhe prapë për të vetë shenjta. Nuk do të thotë se të njerëzit vetëm falen edhe ne jemi të mirë. Nëse nuk ndryshon jetën tonë, ajo është signali i parë që Allah s'na ka bërë kabul namaz. Nëse jemi në Ramazan, dhe dalëm në Ramazan, të njëjtin tjetësi, signali i parë është se ne nuk kemi ndryshuar. Se kemi marrë terapinë e agjerimit, se kemi marrë terapinë e namazit, nuk kemi shëruar nga mëkatet. Nëse njeri i cili shkon hap se kthehet pra Zoti, i njëjti njeri, prapë nuk ka ndryshuar. Ajo është signali që Zoti s'e ka pranuar atë. Edhe kjo do të jetë dëshmi kur njerëzit të dalin para Allahut te bareke ve teala, në ato momente kur njerëzit do të njohin si të mirë, por tek Allahu nuk do të jetë i mirë. Anë të thonë, pëse të jem filan pisteku, pëse jem të vend, e të emëronë nëse për dirë, vë të nësëmën në puseku, a nuk i shqiu që urdhore të dirën, e të kalon në kërtishën të të bëjra, vërtet. Po pëse jemi këtu, të se ne kemi konë vetëm sa përsi e faqe, këtë jetë e keqë. Në një mund bërë masë, në një mund të bërë masë, por të darë për Allah të barë këvëtare, të shpalonë masë në krejtë. Kështu që lusim Zotin te bareke ve teala, Allahu na ka privilegjuar në musliman dhe na ka privuar që është privim. Dënjar Allah e sa më mirë tjesh Zotit çfarë atë për musibet, sa më mirë tjesh Allah për shumë sprova tjetër. Nga kjo testohet imani jote, se ti ato të realizosh, por ti je konstant. Edhe kur ti e Allah dhe kur ti je konstant. Tek e fundit ajo që s'ta ka dhënë Zoti në këtë botë, do ta dish se një është e mirë për ta. Shumë njerëz që kanë pasurinë, ka kush që s'e ka krejtë, po diku jetë në kësaj Allah.
Ato që ka dhënë pas Allahu ka dhënë mirësi për mirësive që në përmes pasurisë së tij që ka dhënë Allahu ai ka shpërndarë në pas shpërblime. Edhe një tjetër që ka dhënë pasurinë Allahu dhe u shpërndan që nuk shpërndan edhe frekën se po para. E ka prikuar Zoti nga mirësitë e xhenetit. Dhe ka të njënin që Zoti si ka dhënë, thonë se unë e punoj s'ka. Je i kënaqur me Allah, se Allah ka të shpëtosh në përmes pasurisë të ta mushe edhe ajerin. Pra, këtë punën Allah që ne ka dhënë ka mushe në mirësi. Prej mirësive të Zotit, prej pritjeve të Allahut të barekuar dhe këtë nisje të temës, Allahu nëse një popull çan një dënim të caktuar, do t'i privojë nga dietarë. Domethënë, di ngrenë dietarë për këtë. Sikur ne jemi në këtë kohë, sikur ne jemi në këtë kohë që njerëzit më të mirë që duan të hapin dije, kështu më radh mund të arrijnë të punojnë. Edhe kur na aplikon Zoti me këtë është signaleve që ne nuk jemi në rregull. Ashtu ka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, domethënë Allahu nuk e humb diturinë duke larguar me zor nga gjokset e robërve. Allahu nuk mund të diturinë duke larguar me gjokset, por do të largojë dietar, domethënë të ketë njerëz dietar. Ararish nëse s'ket dietar, atëherë si dhe marrëtie. Dhe marrëtie para prej punave më të parësore, Allahu te barekuhu teala, është që ne të shërbim në vendin e Allahut te barekuhu teala, Allahu te forma ala rasulih al-balagh mubin. Allahu i dërgoi pejgamberin, domethënë ai të komunikojë me njerëzit. Pra për me komunikuar me njerëzit nuk është dije, nuk mësosh. Por ndryshe, si do e shpatije pa komunicion me ata do të jetë merr për gjithë njerëzit. Por e kon një dije, edhe një dije duhet të plotësojë disa kriteriume. Por me pa hajër njerëzit tre dijes duhet të plotësojë disa kriteriume. Apo kriterium numër 1. Dhe çdo ibadet të Zotit duhet me pas dije të tij. Në ndërruar e këtë shumë nërë pasurinë. Nuk ka asnjë kompani. Kur thonë njëtë qëllim, janë njëtë është qëllim. Edhe në kërkimin e dijes, dhe përpërpojnë njerëzit të ditur duhet me pas dije, cila është njeriu duhet ketë dije që të përfitojë diturinë e emër të Allahut, edhe prej asaj detyrie të jetë i kënaqur. Allahu do të jetë i kënaqur me njerëzit. Se zakonisht nëse është një dije e mirë që të jetë i kënaqur Allahu, edhe atë do të jetë i kënaqur edhe njerëzit. Allahu te barekuhu teala, njerëzit të cilët nuk kanë një jetë në kërkimin e diturisë, Allahu do t'ju ofrojë komplicitet. Se ne ngritje, a mund të bëjmë Allahut në melaqe, edhe nuk do shkojë një kohë të fillojë ta mosojë edhe njerëzit. A dhe si më kjo? Njerëzit në televizion për filon e Allah gjarë një studenti me një sandin e ka me ama i ka njetin nuk e ka për Allah. Njetin e ka që a i të fitojë të këritë të në manipulojë në njerëzit. Edhe njerëzit në sekte të tatu, por në moment, Allah i një jetën tona e malkën Allah, kush Allah dhe me lajtë të Allah. Nuk të shkojë një kohë, për të dojnë të njerëzit dhe të janë nëmë brendësën dijen e ti, edhe të e malkën njerëzit. Dove kemi të boshë maja për të shemë dhe të boshë, dhe të boshë. Kemi një të vala, dhe të shakesë në ka dojnë të se mirë. Në fund, diktare një esenës, diktare një mbarim, rama, që Allah të vale këto të ala dhe të korikje, se aji nuk e ka pas dijen të përfitoje, për mi në shkjeshit, por për të përfitoja për njerëzit. Për të përfitoja. Tash nuk dhe ta, inshallah në jitme dhe t'jama më te për rëndësi kësaj pike, këtë segmenti, që është të ndodhë në kohë të fundit me anë, Zotit e barekuhu teala i kurite njerëzit, dhe Zotit nuk e let keqen të rejë në tokë. Nuk e let keqen Allah të rejë në tokë, atë Allah dhe qese me kam, një gjërami ka të më para. Nuk e let njerit që s'ka një jetë të pasër, që puna ati të të fundë, Allah e të të kurite. A më kuria nuk shumë e të në herë, pa e kurit Allah në të dunja, nuk e letë për në herë. Pra e para është të kush kërkon dituri që të krenohet para tjetarave, ose të polimizoj me një letër, ose të
Kush fiton diturinë, që ai të përfitojë njerëzit dhe të manipulojë me njerëzit, Allahu ata futet në zjarr. Dituria nuk do të bëjë vlerë. Për me pas, ne pak e prekëm në javën e kaluar për të prekim prapë të këtë, për me pas dia, si dia, reflekt në mirë, duhet të zgjedhim njerëzit e ditur të jenë të moralshëm. Tash unë në taktik në kohë ma parë, unë të folim në segmentin e hoxhalok, unë të folim në segmentin e disa dijeve tjera. Të vjetrit e kam dëshmuar, kemi në moshës vjetrit të kam dëshmuar. Vallahi e thoshin, ata hoxhallarat ma vjetër, ma pak dinin, nuk ka pas kush i sa dije, ata kam pas dije, e nuk u akor testojnë atë. A më thotë, atë që e kishin që të thoshin. Bile në thonë një hoxhallarat, ta shumë si jam prej trive më, kam një moshën e hoxhallarat të vjetër, a më kanë qenë më ngri, dhe e kanë tonë më shtone. Ata hoxhallarat ma vjetër nuk e kishin shumë gatë, e prishin prej larga, me s'ka kjo punë në në duke afroshin. Ju duke menduar se dini pak ma te e përdizjeroni, e keni prau shumë nga. E gjona që janë shumë nga, a njerëzit në prem nga që t'i kanë në rashtë. Edhe njerëzit që kanë bo, njerëzit kanë bo shmas, që të sakrifikojnë, që të zgjedhin një djetar të mirë, të zgjedhin një moshë të mirë, të zgjedhin një veqët, do të një arsimtar të mirë. Edhe ate kanë garuar njerëzit, kanë garuar, dhe shtetet që kanë përparuar, po fjallë për shtetet solide muslimane, që kanë përparuar, si të mos tash në mësin çështjen e politikës, ata politizojnë kjo çështje globale, por kohë të fundit të Turqia investoi shumë në dietar të ndërtyrë, investoi me të madhe njerëzit e mirë i mori, edhe ato e ngritën shtetin e tyre. Para vepo ka garuar njerëzit, ka garuar që të gjenë mësuesit e mirë, të gjenë ata që janë adekuat. Sot, kjo të në aspektin e hoxhalok, kjo të në aspektin e çdo lëmie, në të gjithë porat e jetës e kërkimit e turisë, ne më së shumë të hasim në masin në dhamës, në të hoxhallarët e të tjerët, ka shumë si marë me një kaje, jo adekuat. Nuk bëjmë kuadra të ne, nuk jemi me kërkuar të tonë institut, nuk bëjmë kuadra kërësuar që bota ka shumë nga ne nuk të kemi gjëmat elementarë. Dhe të dyshëm të kemi gjëmat elementarë, dhe nuk kemi profesionalistëm në këtë aspekt. Nuk kemi profesionistë të ndërtimit të Kur'anit, të tefsirit, të hadithit, nuk kemi profesionistë të matematikës, të geografisë, të fizikës, të astronomisë, të kritikës, të kimisë, që janë lëndë profesionalistë. Kur ne do bëjmë që ne jemi duke zgjedhur sot katë që shtëpia dhe cila është me madhe, ne jemi të zgjedhur rapat ma të mirë që ndoshta qytetarë, ne jemi të zgjedhur garderobën ma të mirë që qytetarë. Kërë kemi të zgjedhur, ne jemi të investuar. Paramendore, njerëzit viton diku investor 30.000 euro për një student, për një nxës, një talente, 30.000 euro, si investor. A për darsën, 20.000, 30.000 investor, ndoshta edhe në haram, e në hiqë që ka bile poshtë. A njerëzit ma edhe ka një borsh për ta qenë gjallën apo për ta qenë fëmijët e tij të shkolluar. Do thonë, këtu në këtë aspekt edhe kemi qaluar. Pse nuk mirët dituria e ndërtyrë, pse është e qaluar popullata dhe mund mësimi ka rënë në nivelin e përse? Se numër një njerëzit nuk ruhen për gjunahe. Njerëzit nuk ruhen për gjunahe. Gjunahe që një të shkaqet, më të doja, që fëmijët tonë edhe nëse nuk mësojnë janë si pasojë e gjunave të prindërve dhe ajo pasojë e gjunave të prindërve që nuk reflekton dhe mësimin nuk më të marrë fëmijë. Ka shëtëm serios. Besoni se gjitha këto vegla që ka dalë njëtën, për të mësuar Kur'anin, besoni ka shumë aplikacione. Ka shumë mundësi që të mësot Kur'anit në gjithë formë. Problemi është të fëmija nuk hitë Kur'anit si duhet. Nuk mësohet si duhet. Përse ka thonë, dietarët e kanë shpjeguar se prej çështjeve se dituria është dritë. A nëse është mëkati brenda diturisë, është sikur sa ishte kërë, sikur ta fajtin dritën, tregidashme.
ta ka këtë dritën. Atë nuk ka. Pra, ti ka bëjt dritën, njën e flusin që të rëmillusi. Nëse njëna është mamu, s'ka dritë. Një të qista, s'ka dritë. O më kohë di unë të djetë në një sfida. Kur është në prezent, materiali mund tjetë, mësusi mund tjetë, por nëse gjunahat i janë në mes të tjetë, asot gjunahat i janë afruar në çdo skaj, në çdo gjosh. Apo çdo gjë në banë gjunahet në vetë. Kemi telefon? Një hapë aplikacion, çfarë do të trasë, ku do të nxjerrësh? E kemi pas një notification, pranohet duat, ako në diçka nuk më rahat në gjumë të tjetë. Ato po glaj kështë, po qitë po te i të t'i bëj ato duat e gjumë, para se. Ka më prata abri, kështë jo halat telefon. E po si tresh halat telefon e më katon, se perspektiv më katon. Bon më katon, dhe Zotis të pranon edhe duat, të pranon edhe namazin, edhe nuk reflektohet dituria e me kryt si pasoj e gjunatë. Prej punëve për të cilat nuk nëzihet dituria të njerëzit, nuk mund marrë dituria, ka thonë për Ameri sallallahu alaihi wasallam që të largoheni të dy punëve. Gjumi të tepër dhe Allahjas së tepër. Kur tema? Kur vjen tema? Kemi plan program kur tema? Kur ishim në drita? Kështu të kur ishim në drita? A ka rregullore në familjet tonë? A jetë të familjet tuaja tonë? A ka rregullore familje se kur do të merë dhe kur do të mure. Unë tash kam dorë, do të lejë, kam të lejë shumë, që e të shmën ato, i kam të në gjami për të. Ane, të njërën të të kur të një, ose kur të një. Edhe shtajë që nuk ka ozënja, si e të të lejë të të ozënja. Edhe të njërën të shkamë si më të në njërë ka një dhe që në një dhe. Një dhe që në një dhe. Qëtëri qeshëm, ta unë njën njën i ta unë se dhja për bravo para t'nive. Ere të njën kate, t'nive, mitu, njën bëllë. Po pëse kështë rinjë ju, as keni të 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 po rinjë para bërë të rinjë. Baba i ta të njësë pajke telefonin, vera vete këta. Baba i ta të njësë pajke telefonin, vera vete këta. A fëmit janë e mitu, as fëmit unë shohë, nëse ti e shimë. Edhe me ra. Numër në ka thonë, dhja nuk në mije, në kokën e njeriu, njërsa ata nuk kanë oran gjumit e plejnë shumë. Realisht njërësive. A jemi të shkujtar të kohë. A mund i shkonë sot 9 saate të shkonë. 9, para të bile ka vare të të sëndër ku shkonë, po shkove të dhe që marrë një ale këtë karabë sa ata se të bërë. A jemi të thonë, krejtë kemi këtë. Së më dojë shkosh një para drejke, një drejke. A bakti, mas namazit sabajt gjumë është damë. Mas namazit sabajt gjumë është damë. Me medicinë është damë, me medicinë. Edhe me feja ka presit është damë. Mas namazit sabajt shpërndan rëska, shpërndan njësi, kutësi, hikmetet Allah. Mas namazit sabajt. Provone, e ka provuar njësit ma ere. Kur ka shumë fushke. Disa që s'kam pas bereqet, ta ne ka dhajë sa atë i mëshë në fushke, sa e ka sos punë nuk i më dhe, kush ka më dhe? Njëtët më të duka. Si qëri shkam mbajnë se një sikreti. Mos orari ushqimi të njerëzit të të ngrenë në Allahu të durita e njëtë të të e a ka saballa, ka bëjën hanë saballa ka në këtë familja me një të duke. A vjen drejt, si duhet. A bërqenjë puni e të kohë, darka vjen para barë. Hajde bani bukë, hajde uqni, kum hohë, për zdushta e ma thonë, a ma bënë kërë, ma bënatë. është ngritë për e qeti, pra për punëve që Allahu e ngrenë diturin, të dy faktori, kryesor që potencuar Rasulullah, ushqimi i tepërt dhe jo i rregull, dhe gjumi i tepërt dhe jo i rregull. Mëj më një gjumë që të me sakshamit dhe jacaj. Ta mënë gjumi që është më i urrejtër dhe më i dëmshëm, është gjumi me sakshamit dhe jacaj. Edhe para akshamit nuk banë, ama
nuk ka shumë ndalesë sa ka ndalesë mes akşamit dhe yatsanit. Dhe ka thonë pejgamberi alayhi salam, si të fali yatsan ndërprit një më muhabetet, dhe falin namazit yatsanit, njeri mo duhet që gradualisht ai të përgatitet për ditën e nesërme. Dhe ke pasë në natës ngrajnë në bushën, po që rrë duke pasë se punët, namaz të akşamit nuk e kom sot, ka për zonat. Ja të do nona të nësë një ka që punë ka s'ka donë. Do ma qeni shmatë ka donë, njerë për akşamit, ku të shtajnë vjetë sot, s'ka. Kure kalon qitë natën, zorët të mbohë manetrime, nesër e parin në sot. Ne duke menduar dhe nga ndërgjegje e prishur e jona, se fëmijëve po bëjmë se i në merë. Ne jemi duke menduar, se duke menduar plan program, krejt punët ju të planifikuara, ne duke se nuk kemi plan dhe program. Ideja në shtëpi tonë është po e bezdisme dhe nuk di kur pushojmë, kur hamë, kur primë. Prej punëve që ngre bereqetin Allahu dijes edhe bereqetin dhe mirësinë e shpare, kur njerëzit do bisedojnë kur është sofra e shtruar, edhe nuk rritën troshën krete, e bëjnë si bastion gjinëve. Bastion, edhe bastion gjinëve, të vinë, i titën ato, edhe ato vjesin në për troshën. Se zatën gjinët dhe shektanët nuk shtjenë nga dhe kurinat e njerëzive, prej troshën e prej se që i ka në. E në të pala, ne mendojmë se disa gjona pa kemi modernizuar me makina që ka rejnë të krejt, ama në të rejnë të bashkë, dhe të të të. Pra, me punët të cilën të shmanga e gjumi, të polurit e tepër, dhe ushqimi i tepër e bënë si shkak të sebe që njërzit mos me marë në të rritën. Paksimi i shokëve, sa ma pak shokë kesh, ashtë ma tepër një të rritën për pitër. Islami nuk mund të rëshushmi. Amo sa ma shumë shokë që kërë. Tash nuk kemi shokë lejtë, amo shokë të duke të legarojnë, sa e kije të, sa se pohove se kija, sa në njëtë të kontakton, sa kije. Sa ma shumë që ke, sa ma tepër që ke, ashtë ma tepër edhe si pikiqe është mos furnizimi me halal është si pasoj që njerëzit të marrën të kuritë. Mos furnizimi me halal, duke i shi e lartë të nara, Allahu nuk dhe të shajët ditorina në zbirë shekën të tonë. Allahu të në rujë. Ne i Muhammed të rejë sërë të sëram dhe ne do të krenohet me këpe, por pa punë se rejë kështë me neglishëm. Dhe kërkimi të dërë i të të dërësëmër në atë të 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 shuara për të të dhe atë të të të. Mësim Allah të barë këtë vëqara, që Allah për grejtë të tjilë tonë dhe do vëqta që bëjmë në kemi arë të 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 në lutim Allah që Allah e të në falë të në atë të në